Mos e harro. Po. Unë pikërisht këto ditë kam respekt, ri... Edhe Brikena që të ka hyrë. Brikena më ka hyrë edhe mirë Biles. Po pse? Sepse është me shpërtimin. Edhe mirë Biles. Po pse? Se është me shpërtimin. Se interesant me shpërtimin brenda. Në momentin që do ju vi radha juve, kupton çfarë po them? Po se është unë normal që kam më kohë dhe jam më lart tani se sa shpërtimi patjetër, por ajo thotë ta më mirë të nxjerr Gretën ta ul, mbaj një lojtar që është fut mbrapa. Po të dalësh sot kokë në kokë me shpërtimin në këtë pikë. Po unë e di. Fiton ti. Prit. Unë e di me kë. Bëjnë luftën. Po. Që të ulesh ti. Të ngrehet ai. Ajo është e gjitha, bravo. Po që mua këto nuk ma shkotojnë. Ty të duhet supporti që s'ta kanë dhënë. E din se është puna, sepse te grupi jonë janë dhe shumë qifte, kupton? Dihet kjo gjë që romanca, qiftet, të thash fush me lule, edhe mbaj njëri tjetrin. Ka i gjë, do më thënë, unë gjithmonë vetëm kam qenë në të qifteve, nuk është vetëm ideja që ke qa ofron edhe ke interes ka interes. Ke një person krama. Ke një që të mbron. Kështu je... Kështu vetëm të punë normal që është pak problem. Po nuk ndjesh ti e më njanuar të pjesa e atyre që duhet të mbrojnë edhe suportojnë? Pytje. Po ndjehem. Se ta bëj. Po, ndjehem, po. A ke qenë ti një nga ato personat që a i qifti që unë po aludohet, që s'duhet ta them, i ke afru bashkë? I kam afru, po. A ndjesh ti e më njanuar nga këtë qift? Ja, po, tu jemi në loja Big Brotherit. Tani normal, unë jam jashtë, djetë kjo gjoja.